Java e parë e marsit ka qenë afati i fundit që bashkitë kanë patur për të afishuar listat përfundimtare të zgjedhësve që me 11 maj do t'i drejtojnë kutive të votimit për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Në Shkodër, edhe pse listat janë afishuar në hapësirat publike, interesi i qytetarëve për të njohur me qendrën e tyre të votimit dhe nëse ka patur apo jo ndryshime në emrat e tyre është minimal. Shumica prej tyre i qëndrojnë besnik informacionit që kanë nga zgjedhjet e shkuara dhe thonë se nuk janë informuar nëse ka patur apo jo ndryshime. Megjithatë, në 11 maj do t'i drejtohen qendrave të votimit për ta ushtruar këtë të drejtë që u jep ligji. Emrin e kam gjithmonë listë dhe e kejna afër shtëpia të ty natë. A do të votojmë 11 maj? Patjetër. Është detyrim qytetar që të votojmë në votimet e këtij viti për deputetët e vendit tonë. Ja, përgjithësi kam shikuar tash do me pa. A do të votojmë 11 maj? Po. Ai vaj do të votu. Na është edhe në angime këtë dy partime djathët majtë. Unë nuk e kam pa listën asnjëherë, po gjithmonë kur kam shku, e kam gjetë emrin, edhe kam votu si të tjerë. Pakënaqësitë e krijuara në këto 3 dekada nga klasa politike po reflektohen edhe tek rëndësia që duhet të ketë dita e votimeve. Një pjesë e qytetarëve këtë skepticizëm do ta përkthejnë me bojkot të zgjedhjeve. Jo, se besoj. Për çfarë arsye? Sepse nuk jam interesuar. Për zgjedhjet e ardhshme? Jo fare. Unë duhet votoj për veti në radhë parë. Do të thonë që kam një shtet të drejtë, një shtet social. Nuk ekzistojnë 33 vjet. Nuk e din kush shqip çfarë do të thonë shteti i drejtë. Shtet demokratik, do të thonë ne një komunitet respektohen të drejtat e gjithë secilit. Në parlamentarët e 11 majit për herë të parë do të votojnë edhe 230.000 zgjedhës të diasporës, duke i ushtuar 3.6 milion votuesve me drejt vote që ka në Shqipëri. Më herët KQZ ka zyrtarizuar listat e kandidatëve dhe renditjen e subjekteve politike në fletën e votimit.